Mirë se erdhe në kanalin Yjet Flasin. Nëse do që ti dëgjosh çdo ditë mesazhet që Yjet kanë për ty, abonohu tani dhe aktivizo zilen për të mos humbur asnjë parashikim. Fati troket fort nga data 24 tetor. Këto 5 shenja nuk do u mungojnë më as lekët, as dashuria. Universi po përgatit një kthes të madhe dhe këtë herë fati nuk vjen qetë por troket fort. Nga data 24 tetor, energjitë planetare nisin një valë të fuqishme që do të sjellë ndryshime të menjëhershme në jetën e disa shenjave të veçanta. Kjo periudhë shënon fillimin e rindërtimit, pasurisë dhe dashurisë, ku Yjet hapin portat e bollukut dhe të ndjenjave të vërteta. Jupiteri, planeti i fatit, bashkohet me ndikimin e Venusit dhe Diellit, duke krijuar një valë magnetike të mundësive, ku gjithçka që ka qenë e bllokuar fillon të rrjedhë lirshëm. Shumë njerëz do të ndjejnë një ndryshim të menjëhershëm, një mundësi financiare, një surprizë dashurie apo një lajm që vjen si dritë në fund të tunelit. Kjo nuk është një periudhë e zakonshme. Është koha kur universi shpërblen ata që kanë qëndruar të fortë edhe kur çdo gjë dukej kundër. Nga data 24 e tutje, disa shenja do të përjetojnë ditë ku gjithçka merr formë, lekët vijnë, zemra qetësohet dhe jeta më në fund fillon të buzëqesh. Nëse gjatë javëve të fundit keni ndier lodhje, pasiguri apo vonesa, kjo është shenja juaj se rryma po kthehet në favorin tuaj. Universi po ju përgatit për një periudhë ku shpërblimi, dashuria dhe stabiliteti emocional do të ecin dorë për dorë. Le t'i zbulojmë tani 5 shenjat e bekuara, që nga data 24 tetor do të hyjnë në një kapitull të ri ku as lekët, as dashuria, as gëzimi nuk do t'u mungojnë më. Demi hyn në një fazë ku gjithçka fillon të ecë për mrekulli. Nga data 24 e tutje, ndikimi i Jupiterit dhe Venusit të jep fuqi financiare dhe stabilitet emocional. Mund të marrësh një ofertë të re pune, një fitim të papritur ose një shans që lidhet me një projekt që e ke nisur më herët. Në dashuri, energjitë janë të zjarrta. Nëse je në çift, marrëdhënia thellohet dhe bëhet më e fortë. Nëse je beqar, dikush që nuk e prisje mund të afrohet me sinqeritet dhe ndjenjë të vërtetë. Kjo është periudha ku paratë dhe dashuria ecin paralel dhe universi të thotë, mos mendo për humbjet, por për fitimet që po afrohen. Binjakët. Për binjakët, kjo është një periudhë që do kujtohet gjallë. Mërkuri sjell lajme të mëdha në aspektin profesional dhe shoqëror. Mund të marrësh një mesazh, ofertë apo mundësi që ndryshon gjithçka. Në dashuri, komunikimi përmirësohet ndjeshëm, nëse ka pasur ftoje me partnerin, tani rikthehet pasioni dhe mirëkuptimi. Për beqarët, një njohje që fillon në mënyrë të papritur mund të kthehet në histori të fortë emocionale. Nga data 24 e në vijim, binjakët do të ndjejnë se universi më në fund i ka dëgjuar. Virgjëresha. Për ty nis një periudhë stabiliteti dhe sigurie që e ke kërkuar prej muajsh. Puna dhe financat do të përmirësohen dukshëm. Mund të marrësh një pagesë të vonuar, një bonus apo një propozim të rëndësishëm profesional. Në dashuri, ndikimi i Venusit i jep jetë emocioneve. Një person që të ka menduar gjatë mund të rikthehet, ose do të shfaqet dikush që e kupton shpirtin tënd. Tani është momenti të besosh në intuitën tënde. Ajo do të drejtojë drejt vendimeve të duhura. Universi të kujton, ke punuar shumë dhe tani është koha të shijosh frytet e përpjekjeve të tua. Akrepi. Për akrepin, nga 24 tetori fillon një periudhë magjike fuqie dhe pasioni. Marsi dhe Dielli në pozicion të favorshëm të japin karizmë, guxim dhe fat. Në punë, çdo ide që ke mund të kthehet në fitim real, është koha e përkryer për të marrë iniciativa të reja. Në dashuri, një ndjenjë e fortë ringjallet, mund të përjetosh ditë plot pasion, emocione dhe surpriza të këndshme. Nëse ke qenë i zhgënjur më parë, tani fati do të të tregojë se çdo humbje kishte një arsye. Universi të flet qartë, rilindja jote fillon tani. Peshqit. Për peshqit, periudha nga 24 tetori sjell një valë dritë dhe përmbushje. Yjet të ndihmojnë të gjesh qetësinë shpirtërore dhe t'i japësh fund pasigurive. Në financa, vjen një përmirësim i papritur, mund të marrësh një ndihmë, një ofertë apo një ide që të sjellë fitim. Në dashuri, ndjenjat bëhen më të thella. Për çiftet, kjo është periudha e ribashkimit shpirtëror. Për beqarët, mund të ndodhë një takim i mbushur me emocion që ndes një fillim të ri. Universi të përqafon me butësi dhe të kujton, ti je më afër lumturisë se sa mendon.
Nga data 24 tetore në vazhdim për Demin, binjakët, virgjëreshën, akrepin dhe peshqit, fillon periudha e bollëkut dhe dashurisë së sinqertë. Universi po troket fort në derën tuaj dhe këtë herë ju duhet ta hapni me zemër. Kështu pra, nga 24 tetori, universi nuk troket më lehtë, ai troket fort. Për Demin, binjakët, virgjëreshën, akrepin dhe peshqit, fillon një periudhë ku paratë, dashuria dhe fati ecin dorë për dorë. Mos harroni, çdo periudhë e vështirë që keni kaluar ishte vetëm për t'ju përgatitur për këtë fazë të artë që po nis tani. Prandaj hapni zemrën, besoni tek vetja dhe mos kthehuni pas, sepse universi po ju shpërblen për durimin dhe për besimin. Shkruani në komente shenjën tuaj të lindjes dhe më tregoni nëse ndjeni tashmë ndryshimin që po vjen. Dhe mos harroni të abonoheni në kanalin tim dhe të aktivizoni zilen, sepse çdo ditë yjet kanë një mesazh të ri për ju. Fati po troket fort, mos e lini të pres jashtë.